Rikthehemi në studio, miq të dashur, ishte kjo kronika e përgatitur nga Departamenti i Informacionit në televizionin Apollon, pikërisht mbi ditën e ujit të bekuar, se si ajo është përjetuar në Fier. Unë do të jem tani në studio, kam 3 të ftuar, e para është Urania Çala. Përshëndetje Urani. Përshëndetje. Mirë se mbrite, me këtë emër të veçantë dhe gëzuar këtë ditë, sepse për besimtarët ortodoks është shumë e rëndësishme, po jo. Gëzuar, po, faleminderit. Kënaqësi të kam në studio dhe faleminderit për ujin e bekuar që na keni sjellë dhe ikonën e pagëzimit. Ingrida Bida, përshëndetje Ingrida. Mirë se ke mbritur. Që na ftuat sërish. Është kënaqësi t'ju kem. Sidomos në ditë të veçanta si kjo ditë ju keni përjetuar ditën e dieshme, por që ne e festojmë sot. Dhe për herë të parë në studio vjen një djalë i cili është fare i ri në moshë, i vogël mund të themi, i cili prej 3 vitesh ka kapur kryqin në ujin e ftohtë, por sidomos këtë vit shumë të ftohtë në shatërvanin e qytetit. Ai është Athanas Davidi. Mirë se mbrite. Dhe kënaqësi që kam në studio patjetër. Sot do të kemi momente shumë të bukura në studion e programit Mëngjes në Apollon. Do të kemi edhe një moment të veçantë, surprizë pas pak, do të kemi një interpretim si ato që ju keni bërë në kishën e qytetit, një si quhet këngë, psalm, si quheni. Është tropari i Theofanis i ujit të bekuar, është tropari kryesor për lëshorja. Po, do ta sqarojmë më vonë këtë pjesë. Unë dua të ndalemi pikërisht tek çfarë nënkupton dita e ujit të bekuar. Çfarë është kjo ditë për besimtarët, për komunitetin e besimtarëve ortodoks? Tani tregimi ose historia dhe ngjarja që festojmë ne na tregojnë në shkrimin e shenjtë, në Bibël, tek Ungjit. Po. Na tregojnë që Krishti shkoi për të pagëzuar në lumin e Jordanit prej Shën Joan Pagëzorit. Prandaj quhet dhe Shën Joan Pagëzor, feston sot. Jo, duhet të uroj se ditën e dieshme ti festoj ditën e emrit? Po. Sot festojnë Joanët për nder të Shën Joan Pagëzorit që pagëzoi Krishtin. Pra, Krishti shkon në lumin e Jordanit për të pagëzuar nga Shën Joan Pagëzori. Shën Joan Pagëzori bënte pagëzim pendimi. Pra, shkonin, rrëfenin mëkatet e tyre dhe pagëzoheshin. Krishti nuk ishte mëkatar. Por ai shkoi. U pagëzua për njerëzit. Për mëkatet tona, po, dhe për të na treguar mënyrën se si ne do të shlyhemi nga mëkati ose se si ne do largohemi nga mëkati. Po. Kjo është historia, domethënë, dhe në momentin kur Shën Joan Pagëzori thuhet që e zhyti në ujë dhe Krishti doli nga uji, shpirti i shenjtë në formë pëllumbi zbret dhe dëgjohet një zë nga qielli që thot ky është biri im i dashur, të cilin unë kam pëlqyer. Po. Dhe u lëshua një pëllumb. Prandaj u lëshua dhe pëllumbi. Në formë le të themi tradicionale të kësaj dite. Po, simbolik. Domethënë simbol është forma e shpirtit të shenjtë. Jo se shpirti i shenjtë është pëllumb. Absolutisht. Po. Shpirti i shenjtë në fakt është frym. Është frym. Nuk mund ta cilësojmë një njeri, një është personi i tretë i Trinisë së Shenjtë. Dhe këtë kremtojmë ne. Jo thjesht pagëzimin, ne kremtojmë shfaqjen e Trinisë së Shenjtë në botë. Po. Domethënë, në momentin që personi i dytë i Trinisë pagëzohet edhe del nga uji, dëgjohet zëri i Atit dhe shpirti në formë pëllumbi zbret dhe na tregon Trininë. Kemi shfaqje të Trinisë edhe në dhjatën e vjetër. Ku Perëndia thotë le ta bëjmë njeriu, le ta bëjmë. Pra, flet në shumës, dhe pastaj thotë Perëndia bëri, e kthen në njerëz, për të treguar një Perëndi në 3 persona. Dhe në raste të tjera, por kjo është shfaqja në dhjatën e re që kemi të Perëndis triadik. Prandaj themi Theofania. Theofania nga greqisht do të thotë shfaqja e Perëndis. Po. Ndërkohë, Ingrida, kjo ditë e dieshme ju pash edhe normalisht të gëzueshëm atje, të shoqëruar dhe nga shumë besimtar. Kam përshtypjen se nuk është se ishin vetëm besimtar ortodoks, aty kishte në përshtypjen time edhe besimtar të feve të tjera që i mblodhi kjo festë. Festat dhe ditët e veçanta na bashkojnë apo jo? Patjetër që na bashkojnë. Ajo që dua të theksoj unë që për hir të së vërtetës, uji bekuar është një nga mrekullitë më të mëdha që ndodhin në kishën ortodokse, siç është edhe ajo e shfaqjes së flakës së shenjtë në Jeruzalem, nga varri i Krishtit. Këto të dyja tregojnë që Perëndia ekziston, dhe Perëndia është i vërtetë. Dhe kësaj gjëje janë nënshtruar të gjithë, madje edhe ateistët më të mëdhenj
Qofse duan edhe të marrin të bëjnë analiza në laborator, po flas tani edhe si një biologe, do shikojnë që ky ujë nuk do të prishet. Edhe kjo tregon që Perëndia ekziston. Dhe pikërisht është një nga mrekullitë më të mëdha që ndodhin në Kishën Ortodokse, ku priftërinjt dhe mitropoliti ynë i Mzot Nikolla u lutën për bekimin e këtij uji, dhe ky ujë nuk do të prishet për një vit rresht. Mund ta përdorim këtë ujë duke spërkatur shtëpitë tona. Mund ta përdorim. Madje ky ujë gjithë edhe vetë që nuk prishet asnjëherë dhe qëndron për gjithmonë, por aman deri në vitin tjetër ai duhet ndruar apo jo? Domethënë deri në vitin e besuar. Tradita kështu është që në vitin tjetër ky ujë ose merret edhe derdhet diku në një vend që nuk shkelet, në një vazo me lule, dhe përsëri shisha mbushet me një ujë të ri, të bekuar të vitit të ri. E kuptoj. Ndërkohë, Athanasi është për herë të parë në studio. Sa vjeç je? 13 vjeç, fare i vogël. Prej 3 vitesh ti hidhesh në ujin e ftohtë të Shatërvanit, realisht shumë i ftohtë, se do mund dita djeshme që temperaturat në këto ditë kanë qenë shumë të ftohta. Çfarë të shtyn, sidomos kur ke qenë 3 vite më parë dhe sot kësaj dite, çfarë të shtyn ende? Besimin që kam në Zot, dhe thjesht e ndjeja që duhet të hidhesha. Diçka nga brenda më thoshte që duhet të hidhesha. Një forcë e brendshme që është besimi, apo jo? Po familja jote, njerëzit e tu, çfarë të thanë? Si reagojnë ata? Gjithkohës dhe herët e parë, jam hedhur dhe herët e tjera më përpara, por nuk e kam kapur. Dhe herët e tjera më përpara isha përgatitur që do hidhesha dhe nuk e kapa, ndërsa këto herët e tjera nuk i kam thënë prindërve fare që do hidhem. Dhe ata më kanë thënë jo gjithmonë, nuk do hidhesh, dhe kur kam shkuar atje pse kanë thënë do hidhem dhe jam hedhur. Po. Besoj shumë ftohtë apo jo? Kur isha jashtë ishte ftohtë, kur futa brenda nuk isha shumë ftohtë. Normalisht. Nuk e di, diçka të ngrohtë, nuk ishte ftohtë brenda. Kryqi. Besimi i madh, fakt. Dhe adrenalina. Si ndihesh tani që e ke marrë këtë kryq? Shumë krenar që e kam kapur atë. Je besimtar, le të themi devotshëm në kuptimin e fjalës, a shkon ti vazhdimisht në kish? A lutesh? Athanasi shkon në kish, madje është një nga djem që futet edhe në Ajodhin, sepse atje... Çfarë do të thënë kjo? Është pjesa që ndodhet ryeza e shenjtë. Pjesa mbrapa ikonostasit. Aty është si zonë e ndaluar. Po, është si zonë e ndaluar. Athanasi shkon atje, vesh atë veshjen e bukur edhe shërben brenda në Ajodhin. Gjithashtu është pjesë edhe grupit të adoleshentëve ortodoks të Fierit. Është pjesë shumë aktive. Shumë mirë, bravo. Ka shumë të rinj të tillë, domethënë fëmijë mund ta cilësojmë adoleshent Athanasin, se fëmijë ka kaluar në adoleshent. Atëherë unë jam përgjegjëse për këtë grupin e adoleshentëve ortodoks të Fierit dhe them që të rinjt sot, ata që janë rritur me besimin, e ndjejnë që duhet të vinë në kish, duhet të ndjekin liturgjinë, duhet të luten, sepse ne kjo na mungon, bashkëbisedimi me Perëndinë. Në qoftë se shkojmë në kish, ne shkojmë për të lutur, për të bashkëbiseduar me Perëndinë. Dhe ne kemi krijuar aty një grup shumë të bukur. Nuk po përmend numra, po jemi mbi 20 persona që janë pjesë aktive dhe pastaj të tjerë. Jemi pjesë, si thoshë, brendshme. Po, pjesë e brendshme, pjesë aktive të adoleshentëve, ndërsa të tjerë mund të na bashkangjiten në aktivitete të ndryshme që ne zhvillojmë. Ndërkohë, duhet pyesja Athanasi, nuk e di, familjarët e tua janë kaq besimtarë sa ty? Po. Babit e mami kanë mbaruar akademinë teologjike, me thënë universitetin, si me thënë, në Durrës, në Shënvllash. Po. Dhe normalisht ata janë pjesë e këtyre festimeve tradicionale. Madje mamaja e djalit Irena jemi kolege. Është ajo mësuese e edukimit të Krishterë Ortodoks, po. Jemi dhe shoqe. Madje sa ka dalë dje nga uji, ka puthur ajo e para çuni në një moment në video. Normalisht besoj që ndihet krenare për djalin e saj, se edhe nga ana le të themi për moment vëmendje nga besimi, të mendosh për shembull që temperatura është të ftohta, jo çdo kushdo mund ta bënte. Po, patjetër, sepse ndërkohë ne ishim të veshur, për të vërtetës, e shkojmë në studio të veshur dhe ne dridheshim për Athanasin. Po, sepse kishte shumë të rinj, kishte shumë djemë, si zakonisht hidhen djemt. Po vajzat pse ja? Nuk u lejohet. Është si e pahishme, mendoj unë. Edhe
Madje burri ka dhe natyrë më të fortë fizike dhe... Po, deri këtu do me thënë. Pastaj se cili është dhe dëshirë personale, por që zakonisht hidhen djemë, dhe dje pati shumë djemë të rinjë, dhe vetëm Athanasi guxoi me një djalë tjetër. Atëherë bravo. Madje dhe unë po i thosha vllajt, hajde hidhu dhe ti. Po nuk ta dëgjoj. Ndërkohë, ne do të kemi dhe një gjë krejt ndryshe, do të kemi një këngë, që ju da sillni pak më vonë. Por unë do të di, si është procedura e ditës së ujit të bekuar? Nuk e di itinerari që ju ndiqni, fillon me një mesh në kish dhe më shpjegoni pak. Po, kemi shërbesin e mëngjesores. Pra është lutja e mëngjesit, që pason nga liturgjia hynore. Pastaj në fundin e liturgjisë kemi bekimin e ujit, që dalim jashtë dhe në një enë bekohet uji. Dhe pastaj, do më thënë, ai uji i bekuar hidhet në enë të tjera më të mëdha për shkak të bipopullësisë që vjen në kish në atë ditë. Dhe pas procesit të bekimit të ujit, bekimi i madh i ujit që quhet, ne erdhëm tek Shatërvani. Zakonisht shkojnë për liqene ose lumenj, dete ku ka ujë të rrjedhshëm. Për shkak të pamundësisë këtu në Fier erdhëm në të Shatërvani, po. Dhe atje hidhet kryqi, shkon dikush e kap dhe pastaj rikthehemi në kish ku dhe përfundon gjithë procesi. Që mbyllet mesha, sepse dhe kjo është brenda meshës. Do të thënë ne dalim pa përfunduar mesha akoma. Po. Ndërkohë, më pas riktheheni sërish në kish dhe këndoni ato këngët e bukura apo thjesht përfundon gjithçka te Shatërvani? Jo, kthehemi në kish dhe atje bëhet mbyllja. Në kish çdo shërbes, çdo lutje mbyllet me thot prifti me uratat e tërvetan të shenjtë. O Zoti Isu Krisht, Perëndia ynë, mëshirona dhe shpëtona, amin. Populli përgjigjet amin, që do të thotë u bëft. Dhe kështu mbyllet çdo lutje. Pra ne para se të dilim nuk e kishim mbyllur lutjen. Vim tek Shatërvani, bëhet bekimi i ujit, vim te Shatërvani, hedhim kryqin dhe rikthehemi në kish. Po, ku mbyllet gjithçka. Po kënga që do të ndjekim tani e keni sjell dje dhe për besimtarët. Po. Çdo e kremte, çdo fest ka, le ta themi, këngën ose troparin për lëshoren e vetë. Po, që përshkruan ngjarjen ose përshkruan jetën në një shenjtori, se kemi dhe për shenjtorën. Në këtë rast kemi një fest zotërore që është pagëzimi i Zotit Isu Krisht në ujërat e Jordanit. Jemi gati ta sjellim? Do e këndoni të tre? Patjetër, po. Në Jordan kur pagëzoheshe o Zot, falja e Trinisë u shfaq, se zëri prindi të dëshmonte, birë të ti të dashur, duke të quajtur, dhe shpirti në formë pëllumbi, e siguron të vërtetësin e fjalës. O Krisht, Perëndi që u fanese, dhe ndriçove botën, lavdim ty. Edhe themi në fund amin. Amin. Ta kryejmë procesin. Atëherë me qenë se të pashë nuk e bërë mirë kryqin. Se bërë mirë kryqin? Jam musliman. Më falë. E bëjmë kryqin me 3 gishta. Që simbolizon Atin, Birin dhe Shpirtin e Shenjtë. Po, Trinia me dorën e djathtë. Me të djathtë. Dhe 2 gishtat që qëndrojnë poshtë, është Krishti si njeri, që erdhi në tokë për ne, dhe Krishti si Perëndi. Dhe vëm dorën lart në bat, në emër të Atit, të Birit, të Shpirtit të Shenjtë. Amin. Që simbolizon Krishti, Ati që është në qiejt, që erdhi në tokë për shpëtimin tonë, na vërë në të djathtën tënde dhe jo në të majtë. Në fakt, si unë e bëjnë shumë njerëz, pra nis këtu, vazhdon, nga ana e majtë, pastaj në të djathtë. Djathtas, pastaj majtë, na çon në të djathtë dhe jo në të majtë. E djathta simbolizon të mirën. E djathta është pozitive, para. Okej. Ndërkohë,
ka shumë njerëz si unë që nuk e di mënyrën e bërjes së kryqit. Ndërkaq, unë dua të di sa ka mbizotëruar fryma ditën e dieshme e festës në kishën e qytetit. Shumë. Do me thënë... E respektojnë të gjitha grupë moshat këtë ditë? Po, ka shumë, ka dhe të mëdhenj, ka të rritur, ka të rinj, ka fëmijë, vinë shumë njerëz. Do me thënë, kryesisht njerëz vinë shumë në kishë kur kisha jep diçka. Si që tha dje u i bekuar, ose të dielën dafinave, që është një javë para Pashkës, përsëri ka shumë njerëz, vinë marrin dafina, për bekim. Që bëhet dhe spërkatja e ujtë me dafin, apo jo? E ngatrojnë? Spërkatja u bedije. A, u bedije në dashën? Po. Dhe u i bekuar, prandaj, mund të përdorë të spërkatën shtëpit, makina, dyqane, çdo gjë që dëshirojmë ne të bekohen nga Perëndia. Po. Ndërkaq, besoj që ju të tre keni marrë ujë të bekuar dhe keni në shtëpi apo jo? Patjetër. Unë vetë smora Marimami, se s'pata kohë, po. Po, Ingrida dhe Athanasi? Po. Mami. Athanasi ka një emër shumë fetar, që do thotë... Pavdekshëm. Athanasi zonë, çfarë është emër një... Është emri i shenjtori. Emër shenjtori, ha? Shën Athanasi të madh, ka qenë... Kush e ka zgjedhur për juve emër? Babi. Babi. Duket që jeni një familje me tradita të spikatra fetare, apo jo? Ndërkaq, të flasim paksa për pagëzimin. Sa i rëndësishëm është ai për besimtarët ortodoks dhe a ka besimtarë të feve të tjera që dëshirojnë ata të pagëzohen? Po. Atëherë, Krishti për këtë e bëri misterin e pagëzimit, që të tregonte udhën që duhet të ndjekim edhe ne njerëzit. Prandaj themi që ai ishte i pamëkatshëm, por u pagëzua që ne të ndjekim atë. Dhe pagëzimi është një nga momentet shumë të rëndësishme të jetës së njeriu, sepse ne kur lindim me një mëkat stërgjyshëror, që ka ardhur që nga Adami dhe Eva me rënien e njeriut. Dhe që të ketë tani një njeri të rilindur me anë të frymës dhe me anë të shpirtit, atëherë ne duhet të pagëzohemi. Dhe misterin e pagëzimit ne e marrim në kishën ortodokse, atje prifti kryen këtë mister pagëzimit, por që para se të pagëzohemi duhet që të bëjmë disa mësime, siç i quajmë ne, ose mësime të katekizmit, dhe ne i mësojmë besimtarit se për besimin tonë. I mësojmë se çfarë ai duhet të bëj, se si duhet të ndjeki radh pas radhe festat e mëdha që kemi ne. Dhe në këtë mësim ne mësojmë gjithashtu që ai të jetë i ndërgjegjshëm dhe i përgjegjshëm për veprimet që do të bëj. Sepse misteri i pagëzimit është një mister që nuk themi që morëm pagëzimin edhe u shpëtuam. Por duhet të vazhdojmë të përjetojmë besimin. Do të thënë është hapi i parë, por nuk ndalon me kaq. Nuk e ndërpresim me kaq. Në fakt si është ajo procedura, sepse më juve ma shpjeguat disi më herët në një takim që ne kemi pasur për kafe, ku thatë se njeriu duhet pikë së pari të mohoj të paudhin satanajn. Po, satanajn, po. Bëhet, do të thënë në fillim, kur hynë në kishë, katekumeni quajmë ne, pra ai që është gati për të ndriçuar, për të pagëzuar, bëhet mohimi i satanajt. Pra ti jo vetëm vjen në kishë dhe pranon Krishtin, por ti mohon njëherë të ligun. Sepse i ligu ekziston, ne mohojmë veprat e tij, magjit e të tjera me radhë, dhe pastaj jemi gati për të pranuar Krishtin. Se më nxite me këtë që the magjit. Magjia ekziston në thelb? Disa e praktikojnë me fuqinë të ligut. Në emër të ligut? Në emër të ligut, gjithmonë. Nuk ka magji të mirë, si që thonë disa, është magji e mirë, magji e bardhë, magji... Jo, magjia është... Vetëm e zezë, vetëm e keqe. Sepse, çfarë është magjia? Që ti përpiqesh të bësh diçka, jo me fuqinë e Perëndis, pra nuk i kërkon atij, ose kërkojmë të dim të ardhmen, parashikimin të ardhmen. Parashikimin e të ardhmen. Se nuk lejohet? Po, nuk lejohet. Përse duhet ta dish të ardhmen? Nëse ti ke besim të plotë te Perëndia dhe ke lënë jetën tënde në duart e tij, përse duhet të dish të ardhmen? Pra kur shikon filxhan o dol. Po, pagëzimi këta bën, të shlyen nga mëkatet. Pra tham, është procesi i mohimit të satanajt, madje prifti të pyet, e mohove satanajin?
e mohova përgjigjet ai që shkon për pak zi. Duhet ta mohoj me zemër, me lefemi me ndërgjegje, jo thjesht me fjala. Sigurisht Perëndia e di që njeriu është i dobët edhe mund të bjeri përsëri. Me tundim. Po. Pastaj kemi pranimin e Krishtit dhe themi simbolin e besimit. Pra është simboli besimit që flet për besimin e Krishtit, ku besojmë ne në Trininë e Shenjtë, që Krishti u mishërua, u ngjit në qiejt, besojmë në një kishë të shenjtë, katolike dhe apostolike, presim gjalljen e të vdekurve dhe jetën e ardhshme ta mëshuar. Amin. Kështu përfundon simboli besimit. Amin. Po. Ndërkohë, tani kemi festuar ditën e ujit të bekuar në kalendarin e festave të fesë ortodokse, janë Pashkët apo jo? Po. Po. Sepse ju më keni edhe një kalendar dhe nuk përpoqja që të informohesh aty si mos të vija. Në 16 prill në 16 prill, e mbaj mend të gjë, e kam lexuar në kalendar. Çfarë kanë të veçantë Pashkët ortodokse nga ato katolike? Ka ndryshime apo jo? Ka ndryshime në datë, në radhë të parë. Po, në radhë të parë, po dhe ne meshën e Pashkës e kryejmë në darkë, në mbrëmje. Pra fillon lutja në 11 të darkës, 10:30 varet nga zona, dhe në 12, në orën 12 themi Krishti u ngjall. Po, ndërkohë katolikët? Ndërsa katolikët të bëjnë në mëngjes, paradite, dhe kam përshtypje se kryejnë 2 a 3 mesha të dielën e Pashkës. Po, për Pashkë shpërndahen dhe vezët apo të ngjyrosura. Po. Që është një tjetër proces shumë i rëndësishëm apo jo. Ne do flasim përsëri, se unë do t'i ftoj përsëri në kursin e Pashkës, por çfarë nënkupton festa e Pashkëve? Pashka është ngjallje. Po të marrim Pashkën në fjalor, domethënë Pashka do të thotë kalim. Pra kalim nga një gjendje në një gjendje tjetër. Le të themi nga vdekja? Po, nga vdekja në hebraishtja, Pesah, kalim, dalje. Po, Athanasi, besojnë në familjen tuaj të gjitha këto festa? Po. Përjetojnë. Tek cilat nga këto festa ti ndihesh më mirë? Krishtlindja, dita e ujit të bekuar apo Pashka? Pashka? Të pëlqen më shumë? Po. Çfarë ka të veçantë për ty këtë ditë? Më pëlqen shumë momenti që jemi të gjithë të angazhuar për, domethënë që të mbajmë qetësinë, të ruajmë, të jetë qetë në kishë, mos të bëjmë gjërat që nuk duhen, për shembull zhurma e tjera. Edhe mua pëlqen se grumullojmë shumë festë. Ndërkohë, Athanas do të pyes, por shokët e tu, shoqet në shkollë, se edhe në shkollë, ata a janë kaq besimtarë sa ty? Disa po, disa jo. E ndjekin ata rritet fetare apo? Jo, vetëm për festat e mëdha fetare, si për shembull Pashkë të bekuar. Po, vetëm me datat të saktuara. Mirë. Ishte shumë kënaqësi që unë isha sot. Koha ka fluturuar në bisedën tonë. Ju falenderoj edhe për këngën e bukur, na sot atë atmosferën e veçantë, në hynore mund të themi, janë këngë hynore këto, dhe unë ju falenderoj për këtë kënaqësi. Ishte edhe për ujin e bekuar, edhe për ikonën e pagëzimit patjetër. Shumë faleminderit edhe ju që na ftuat përsëri, që ndodhemi në këtë studio. Tashmë kemi krijuar një bashkëpunim të mirë dhe me kishën ortodokse përfaqësuar nga ju. Mëngjes në Apollon është një program për patjetër edhe për kishën ortodokse dhe për këtë besim fetar. Po, dhe dua të bëj një thirrje të gjithëve që ta mendojnë procesin e pagëzimit dhe pse jo të vinë edhe të pagëzohen. Po, ata që janë të feve të tjera, domethënë kur bëjnë këtë proces, do të braktisin fenë që kanë, si funksionon për kuriozitet ka pjesë? Tani, në qoftë se ju shkoni dhe pagëzoheni në një kishë, do të thotë që ju jeni besimtar të asaj kishe. Dhe patjetër që do t'i lësh ato të tjerat edhe do ndikësh këtë besim tashmë, sepse këtë besim po pranon. Ç'është e vërtetë, unë jam musliman, por unë shkoj dhe në xhami dhe në kishë. Kjo është e vërtetë. Unë mendoj se shtëpia e Zotit është dhe kisha dhe xhamia. Dhe mitropoliti ynë dje, gjatë predikimit që mbajti me rastin e ujit të bekuar, këtë thirrje bëri që të vinë të pagëzohen. Dhe të vinë të pagëzohen sepse ne kemi të vërtetën dhe është mirë që të gjitha njohin të vërtetën. Dhe përse dikush duhet të pi ujë të pistë, për shembull, kur mund të pi nga ujë pastër, ujë bekuar. Madje dhe feja ortodokse, ne ta kujtojmë edhe një herë, ortodoks domethënë besimi ortodoks do thotë besimi i vërtet. Besimi i drejtë, lavdërimi i drejtë, i saktë.
Ishte shumë kënaqësi, Urania, Ingrida dhe Athanasi. Shumë kënaqësi. Faleminderit. Gëzuar dhe një herë këtë ditë për gjithë shqiptarët, qoftë e bekuar. Urojmë edhe ata që kanë ditën e emrit sot. Joani, Joana, Joani dhe Joana për të gjithë, Joani, Joana dhe Gjoni. Edhe Gjoni për të gjithë që keni këto emra, ta gëzoni ditën e emrit tuaj. Ndërkohë miq të dashur, vazhdoni të jeni bashkë me ne, pas pak do të jem në studio me një tjetër të ftuar këtu në minutat e programit Mëngjes në Apollon. Shëndroni me ne.